Labinot Gjozaj është Tokniri ai që i prinë në rrugën e tij drejt ringut profesionist, në rrugën e tij drejt kërkesës për të arritur një tjetër fitore jo të vogël, fitores 21 në karrierën e boksit profesionist, të cilën e synon që nga viti 2017 kur debutoi në boksin profesionist. Ja ku pritet që Labinot Gjozaj, gladiatori ynë, të haperoj nga zemra e Evropës, një djalë nga Kosova që do të ngjitet në ring jo vetëm për vete, por për një komp të tërë që rre me të njëjtin entuziazëm, dëshirë dhe me të njëjtin shpirt, me të njëjtin zjarr. Është Labinot Gjozaj, biri i tokës që nuk njihet dorëzim, një luftëtar që ka ndërtuar rrugën drejt majës me grushta, me djersë, me krenari. Sot ai nuk e përfaqëson vetëm një emër, por një popull që nuk harrohet kur, që nuk u gjunjëzuar kur. Për Ballti, një emër i madh, po ashtu Murad Aliyev për sonte, më shumë se sa një meç, është një mision për Labinot Gjozajn. Një sfidë do ta quaja për lavdi për titullin e EBU dhe VBC International Silver, por mbi të gjitha një betejë për të ngritur lart flamurin e Kosovës dhe flamurin kombëtar, për të dëshmuar që Shqiponia nuk zbret në tokë, ajo godet nga lart. Himni francez, Marseillaise. Dhe ja ku është momenti tash të dëgjojmë për të ndëruar Gjozajn edhe himnin kombëtar. Ky është djaloshi I cili në mendje, në shpirtë, në gjak frymon shqip, pavarësisht se jetoi në Sloveni. Erdhi përmes Slovenisë të respektonte një prej emrave, një prej figurave më të çmuara të kombit ton në turneun e boksit. Adem Jashari arriti që në boksin profesionist të kalonte dhe të linte gjurmë nga meqet në hapat e tij të parë kur debutoi në vitin 2016 në Gladbru, në udhëheqjen e Ramadan Millakut, e deri te majat që arriti vitin e kaluar me titullin e kampionit evropian EBU.
dhe me njerë pas ati titulli nuk e harroj vendin, nuk e harroj ata që e prekrajnë në momente të mira dhe në ditë ku nuk ishin në favor të tij. Erdhi në prizrenin e tij për ta festuar dhe për ta ndarë çdo moment krenarie të cilin e barte me vete pesha e titullit dhe brezit EBU. Ky është Labinot Xhoxhaj, të cilin më shumë se një dekadë kemi patur fatin ta përcjellin dhe një djalosh fantastik si sportist e akoma më i mirë edhe jashtë ringut. Tashmë në urdhrat e Toklir Xhoxhajt. Uroj që sonte të jetë nata e tij dhe nata jonë dhe të na gëzoj. Ja ku prezantua edhe kundërshtari i tij, njeriu që ka diku në fakt janë 6 meqe më pak, por që njëjtë nuk një për humbje është 13-0 rekordi i Murad Aliyev. Dhe ja ku ka arritur 21 luftra të ketë Labinot Xhoxhaj, 20 fitore, 0 humbje, 1 barazim dhe ka arritur që në boksin profesionist të ketë një rekord impresiv. Tash e kërkon edhe titullin VBC që t'ia bashkan gjithse titullit e EBU European Heavyweight International Cruiserweight Champion und EBU European Heavyweight Title Holder. Is der Titelträger. Bartsi i titulli në EBU për ta mbrojtur atë dhe për ta fituar VBC International Labinot Xhoxhaj. Ky është momenti. Ky është momenti i supersidës e cila është parashikuar që sonte të jetë në 12 raunde. Beta të shihet nëse Labi është i pajtimit ta lënë në këmbët e veta Murad Aliyev, ka treguar se është ekspert i të gjatëve, e ka rehatuar në ring më herët një ukrainas 206 cm, pikërisht në momentin kur e mori dhe titullin e EBU. Është momenti që të filloj. 3 minutë i parë i sfidës së jashtëzakonshme. Çfarë emocioni është? Me të bardha është një Labinot Xhoxhaj, me të zeza është Aliyev. Dëgjohen edhe thirrjet e tifozëve në Hamburg. Labi. Thuaj se nuk është Aliyev vendas atje. E dominojnë palestrën, prandaj thash ka qenë një palestër me numër të kufizuar të ulseve përtej kërkesave të shumta që ka patur nga tifozët e shumë shqiptarë, bashkëdhetarë tanë që jetojnë atje. Kemi lënë prapa 40 sekondat e para. How to use it. Aliyev was in the Olympics, was disqualified. Vetëm sekondat e para të meçit. Won 13 in a row, 10 by knockout. His last fight was in Edhe gardin e ka është i kujdesshëm Labi, pavarësisht Aliyevit që duart i lë më poshtë, sikur ndihet më komod, por uroj që t'ja tregoj komoditetin Xhoxhaj. Njeriu i cili njihet për goditjet e forta, vetëm po pret momentin që t'i afrohet. Normalisht kjo luftë në distancë i konvenon Aliyevit dhe këtë nuk duhet ta lejoj Xhoxhaj. Sigurisht mirë, po teknikisht po lëviz mirë Labinoti. Është vetëm raundi i parë, Artan siç e thotë, dhe duhet ruajtur energjia. Kategoria rënd një goditje përfundon çdo gjë, kështu që sigurisht kujdesi është i madh. Një goditje në këto pesha e përcakton fituesin, mund ta përcaktoj fituesin për qenë më të saktë. Dhe të dy din këtë, prandaj është i arsyetuar ky kujdes. Kjo maturim me cilën e ka nisur, sepse nuk përfundon me këtë 3 minutësh të raundit e para asgjë. E shohim në kënd atje poshtë edhe Toklir Xhoxhaj në këmbë. Mund të jemi, ta kuptojmë, të jemi në lëkurën e tij, për këtë sfidë se sa është rëndësishme për Labin njëjtë edhe për të. Sigurisht që Labi do të kërkon një luftë nga afër. Për këtë e pam që pati një kundërpërgjigje të mirë. Jakovina dhe mbro rritjet. Ka bro rritje. Është motivim shtesë kjo, por bro rritjet ditë të jene dhe thik me dy teje. Të shtojnë presionin të kundërshtari. Labi e ndjen këtë përkraje që i vije nga tifozët e pranishëm, por edhe nga mira që po përcjellin këtë transmetim të drejt për drejt dhe ekskluziv në RTK.
Përveç rrjetit global DAZN, Radio Televizioni i Kosovës është i vetmi nga transmetuesit në trojet shqiptare që sjell këtë meç të Labinot Xhoxhait dhe për këtë duhet të falendëruar menaxhmentin e tij që RTK-s ja ka besuar ekskluzivitetin. Dhe ja ku shohim disa prej momenteve që nuk është se na dhuruan diçka në këtë 3 minuta. Një raund i paraspeshuar atë. Sigurisht që dy bokserët do të shohin dobësitë e njëri tjetrit. Ka qenë një maraton e sportit sot me mbi 5 orë transmetim të drejtë për drejtë në RTK me super spektaklin e garës ndërkombëtare të ping-pongut WTT Feeder me finalet që i kemi parë nga pasditja sot me nga ora 16. Dhe tash po mbyllim këtë maraton mbase deri për t'ju afruar mes natës. Ringu i lirë dhe gjithçka gati për të nisur numërimi në raundin e dytë. Rikujtojmë, kjo është luftë për titullin e EBU dhe VBC International Silver në peshën e rënd. Ja tash më kërkues, pak më energjik se sa në mënyrën se si hyri në raundin e parë Xhoxhai. Absolutisht në raundin e parë Xhoxhai nuk tregoi as pak respekt për Aliyevin. As pak shihet edhe tash. Raundin e dytë ka hyrë me një veprimet e Aliyevit tregojnë se sa ja ka frikën Xhoxhait. Është mjaft i ngathtë edhe këtë e kërkon atje plexusin. Gard shumë i kujdesshëm. Sigurisht që ekipi Labinotit e kanë analizuar mjaft mirë dhe do ta kërkojnë atë luftën e brendshme sepse në distancë dhe gjysmë distancë është mjaft vështirë me Aliyev. Të dy kanë nga një bagazh të madh edhe në boksin amator dhe kjo është një bazë e mirë e dy bokserëve. Ata Artoni ish olimpist dhe Aliyev mori pjesë në lojrat olimpike. Derisa Xhoxhai po ashtu një karrierë të bujshme edhe në boksin amator me disa vizita edhe në turnet ndërkombëtar. Një kroshe mirë. Not enough to worry Aliyev, but enough to get his attention. Again, Liu with the right hand, left to the body from Cezai. Aliyev looking for. E kërkojnë këshillat janë që ta godasë lart. Po kërkon barkun atje në plexus fillimisht Xhoxhai. Dhe kështu boksoi edhe ndaj ukrainasit Artan, besoj atë mjaft mirë është. Taktikisht është shumë mirë. Edhe pse është vetëm fillimi dhe është shumë herët për të folur për diçka. Mirë po me atë çka po tregon deri më tani me insistimin e tina, lëvizjet e tina dhe atë çka po kërkon, jam i kënaqur me Labinotin. Po shumë. Ankohet për një goditje të parregullt Labinot Xhoxhai. Po kjo është e ditur, duhet të mos bie në provokime dhe të bokson, të zhvillon mecin e tij. Edhe pse dihet që Aliyev do të mundsohet, do të kërkojë çdo gjë për të bërë. E ka pikë të dobët çdo goditje që pranon në nofull atje Aliyev dhe tash duket se ja gjeti kodin Xhoxhai. Mendoj me këto 2 minuta e gjysmë të raundit të dytë Xhoxhai dha më shumë goditje. Nëse vazhdon edhe në këto 20 sekonda të mbetura, atëherë mund të quhet direkt. Mjaft mirë. Një raund i fituar nga Xhoxhai. Sigurisht, sikurse në kohën e Lanimanit edhe unë jam i thar që të mos e lëm në vendimin e gjyqtarëve. Po shumë është mjaft insistues. Një raund i fituar, plotësisht. Nuk jam i thar Artan që ta lëm në duart e gjyqtarëve vlerësimin, prandaj duhet sikur në kohën e Lanimanit të mbyllim. Definitivisht duhet që ndoshta edhe nuk është e lehtë të fitohet dueli me knockout. Mirë, po duhet të bëj shumë a shumë se Aliyev për ta fituar sepse dihet që promoteri i tij Ahmet Toner dhe Universum Box Promotion do të bëjnë çdo gjë që për t'ia marrë titullin. Kështu që Xhoxhai duhet të fiton së paku 8 raunde për t'i dhënë fitoren. Po duhet të jemi të kënaqur me dy raunde.
Raundi i dytë ka qenë si balancuar, ndërsa ky i dyti ishte më i mirë. Por do të shohim si do të shkojnë raundet në vim. Runde 3, round 3. Raundi i tretë, hera fundit kur fitoi me një ndërprerje ishte më 28 shtator të 2024-s përballë Vaslav Trojacek, Labinot Xhoxhaj. Në 12 raunde boksoi edhe ndaj ukrainasit Zakhorji, ndaj të cilit e mori titullin e EBC. Definitivisht EBU në fakt. Mirë. Labinoti është edhe më i mirë se që ka boksuar me Aleksandar Žarković. Do thonë sigurisht ai duel i kallon shumë motivim, i kallon shumë vetbesim dhe po shihet edhe sonte që është mjaft cilësor. Absolutisht, edhe përgatitjet në cilat ka kaluar, serioziteti, sparring partnerët që i ka patur, i kanë jap këtë vetbesim që sot me përgatitje të mirë të besojnë në vetvete. Kërkon edhe njerë t'u jap një këshill. Po ati Aliyev disa tendenca që ta një djathtë e mirë. Goditjet në kokë të Xhoxhajt po dalin të jenë jak. Ja prap, është mjaft mirë. Mirë po veç duhet nga kundër goditjes të ketë kujdes. Mirë po shumë që Labinoti është agresori në ring. Edhe një tjetër e djathtë. Nofola që kërkon Xhoxhaj. Edhe një herë tjetër e djathtë. Mjaft e mirë. Dhe ja tash e ka humbur kontrollën Aliyevi. E ka humbur kontrollën. Edhe një raund shumë mirë po shkon për Xhoxhajin. Dhe tash atë që shfaqin në nëntor ndaj Aleksandar Zakhorjit po mundohet ta bëjë edhe ndaj Aliyevit. Kjo do të jetë. E ka lodhur Artan, e ka lodhur qysh në raundin e tretë. E ka lodhur, po gjithsesi duhet ditur që do ta ketë Aliyev ndihmën e gjyqtarit brenda në ring, i cili do të lejojë sa më shumë kopje të Aliyevit, i cili vetëm sa ka filluar të përdor mbështetjen dhe kopjen. Kjo është një rast. Para mendoni një bokser kaq i gjatë me këto duar të gjata e gjen mshirimin te kopja, e në vend se e kërkon të luftën në distancë, e cila nuk i konvenon Xhoxhajt. E kërkon edhe një herë të djathtën Xhoxhaj atje. Disa herë doli të ishte shumë produktive. Jakovije, gongu. Për raundin e tretë kanë kaluar sekondat. Një raund i mirë, një raund i fituar nga Xhoxhaj. Edhe pse ndoshta nuk jemi duke anuar me emocione, mirë po. Ja, absolutisht. Ka pranuar kundër goditje, mirë po ka pasur më shumë goditje, ka qenë insistent, ka qenë ai i cili ka sulmuar vazhdimisht në gjithë kohën dhe edhe ky raund duhet ti numërohet bokserit tonë. Ja, kur shohim pa më herët këndin e Labinot Xhoxhajt atje Tokliri që është në plan të parë. Si trajner kryesor Toklir Xhoxhaj, pastaj Dan Hoffman është asistenti i parë, ndërsa që Paja Mazelinik është Katman, e cila njët mjaft e suksesshme. Pro e ka një ekip shumë profesionale në kënd. 202 cm Aliyev, 183 cm Xhoxhaj. Gati 20 cm është dallimi mes njërit dhe tjetrit, por nuk po don t'ja ndi për këtë. Xhoxhaj dëgjoni edhe thirrjet labi që e zotrojnë palestrën Universum në Hamburg. Një përkraje mëse e merituar për labin. Edhe taktikisht është
përsosur Labi. Definitivisht lufta e fundit me Zakozhi I ka ndihmuar. I thash edhe më parë, I ka dhënë shumë vetbesim dhe shumë motivim. Është shumë I matur në veprimet e tij, shumë I sakt edhe kur shkon për goditje. Kam përshtypjen që edhe në aspektin fizik qëndron shumë më mirë. Shikoni Alievin. Mezi e mbajnë këmbët. Situata do të shkoj për të vetëm duke u përkëtsuar në raundet vijuese. Ka filluar të përdor klinchin shumë. Shtyrjet, kapjet. Edhe mbrojtjen e ka në nivel. Labinoti mjaft mirë është duke mbrojtur. Duhet ta shfrytëzoj edhe këtë gard të lëshuar poshtë të kundërshtarit të tij Aliev. Ja tash në ofanzivë. Po më duket Labinoti është pak po kërkon që ta hap sa më shumë Alievin, ndoshta të jap ndonjë goditje të befason me kontra. Mirë, po tani është minuti I fundit dhe duhet sa më shumë të punojnë në këtë raund për të mos dhënë për mos ta humbur këtë raund. Jakovie ofanziva e Labit. Se si duket në 60 sekondat e fundit e ka rezervuar. Ja. Kjo flet, kjo pamje flet shumë. Aliev ka nisur të raskapitet në ring. Ky është sinjali I mirë për një të mërshëm për të. I tërhiqet vrejtja nga gjyqtari në ring. 30 sekondat e fundit të raundit e 4. Edhe një herë tjetër. Aliev që mundohet të mbulohet disi. Puna mirë që bën edhe në pleksus. Duket se orën në ekran nga regjia gjermane nuk e kemi të sinkronizuar me atë në ring. Më duket që po ndodh ai kompenzimi kur edhe u ndal ajo nuk po ndalët minutazha dhe pastaj po ka probleme se deri më tani është gjithçka fair dhe korrekte. Ndërsa që u pa edhe një korektësi nga gjyqtari në ring, I cili dha atë vrejtjen verbale bokserit Aliev. Mendoj që ky round I ka shkuar Alievit, përkundër që është normale se janë 12 raunde dhe sigurisht që është e pamundër të fitosh të gjitha raundet, mirë po kjo ka qenë një taktike e Labinotit të cilët shpresojmë që në raundin e 5 të vazhdon sikurse që ishte efektiv në raundin e 2 dhe të 3. Ajo që më përshtypje është në këndin e Labit të shohim më të qetë, më të përgatitur. Shikoni mezi merr frym në anën tjetër Aliev. Dhe të shohim nëse në këtë round Gjozaj do ta rikthej atë që e pam qysh në raundin e parë, të dytë dhe të tretë sidomos. Nëse taktika e tij për ta lejuar Alievin që të sulmoj do të funksionojë, sepse kështu do të hapet ai, duke I dhënë Gjozajt më shumë opsione. Edhe një kapje e tij. Edhe këtu është humbje energjie bukur e madhe në këto kapje as më tepër. Një bokser 202 cm kur të varet në trup. Wherever you are, I hope you're having a good night and enjoying this as much as I am. We've had a tremendous night so far boxing here from this circus arena in the center of Hamburg. We've seen some cracking cruiserweight and heavyweight fights.
Në disa meqe që sonte kanë qenë në programin e këtij eventi me Gjogjain përballë Alijev që është në meqin kryesor. Nuk kanë munguar edhe titujt e BDB interim të kampionatit gjerman, mes së cilëve ishte edhe Flamur Haxha, një prej protagonistëve, një tjetër shqiptar. Por një mbrëmje që ka nisur nga pasditja nga ora 5, por ne fokusin e kishim pikërisht tek ky meç, tek ky duel. Po mënohet la minuti. Shikoni reagimin e Labit. Sa me sportivitet dhe qetësi. Taktikisht është i qetë dhe është tash një majt. Ja, dhe një tjetër. Dhe kjo i duhet. Vetëm duhet të vazhdojë dhe sigurisht që Alijev është i dërmuar. Është i dërmuar edhe është gati në knockdown në këmbë të veta me zip po mbahet Alijev. Regjia pak amatore, shikoni çfarë jep në momentet më kulminante të këtij raundi. Sigurisht sikur mos me pas dëshirë mi paraqit ato ajo çka është të ndodhur në të vërtetë tani. Regjizori ndonjë gabim teknik. Regjizori e ka haruar miksetën në gjysmë. Një raund i dominuar nga Gjogaj, rikthehet aty ku la në raundin e tretë. Një raund mjaft i bukur, raundi më i bukur i këtij dueli. Në raundin e 5, një minutë e gjysmë i takoi Alijevit, mirë po pam që Labinoti do të kërkon më shumë. I pam ato dy kombinime me të majtën dhe djatën. Shumë të cilat i takojnë bokserit tonë. Edhe ky raund i fituar nga Labinoti. Kombinimet me të majtën e djatën të cilat pastaj u mbyllen me një uppercut. Sinjale të jashtëzakonshme të mira të Labinot Gjogja, të paktën drejtash sa shpejt kanë shkuar këta raunde. Besoj që të gjithë që po na shikojnë dhe po e përcjellin këtë meç duhet të jenë të kënaqur me performancën e Labinotit, i cili jashtëzakonisht është duke boksuar mirë. Dhe shpresojmë që kjo të vazhdojë deri në fund. Nuk ka hapësirë për vetkënaqje. Duhet të jetë i kujdesshëm sepse Alijev është i papërshtatshëm. Definitivisht ai nuk diskutohet, mirë po. Çfarë tensioni dhe çfarë emocioni dhuron ky spektakël. Dhe Alijev çdo dytën alternative ka vetëm kapjen apo dorëzimin në këtë formë. Si opsion për pushim. Shumë edhe një kroshe mirë të Labinotit. Po dhe Labi do të jetë i kujdesshëm në mënyrën se si e menaxhon energjinë e tij. Po i dha një goditje mjaft të mirë në trup. Edhe një majtë e mirë. Duhet ta shfrytëzoj Labi kur hyn në këtë seri, e shohim duart i ka poshtë pak gard. Edhe pse po merr kundër goditje, po din me dal pe kondëve, po din me u gjet mjaft mirë. Po është insistues. Po e dominon meçin. Ja, pra po shohim. Edhe e ka dëmtuar, nëse shohim syrin e djathtë të Alijevit, edhe pse nuk po shihet nga flokët, arkada tina është shkyer. Duket se është një dëmtim bukur serioz. Është mjaft mirë, e ka goditur disa herë. Sidomos në raundin e 5 edhe këtë 6-in. Pati shotat i ko shumë të mirë. Ja, prap, po godet. Labinoti është. Provon që të thet Alijev. Është mundet ndoshta edhe këtë raund ta shfrytëzon dhe ta përfundon përballjen. Të shohim deri kur gjyqtari do ta lejojë gjakderdhin e tij, nëse nuk do të shkojë situata duke bërë më serioze për të kërkuar intervenimin e mjekut. Edhe më shumë se 40 sekonda. I dërmuar është Alijev. Është i dërmuar.
edhe disa goditje edhe në kam përshtypjen se Aliev nuk e ka gjatë. Shikoni, Mezi qëndron në këmbët e veta. Pushing over the ropes. Thot se është gati, po kërkas është. Jam i koncentruar bashkë te sekondat 27 që kanë vjetur. A do të vazhdohet kësaj rrode? Apo do ta ndihmojnë Alievin që të përfundojnë ndoshta? Saktësisht. Kjo është një... Jënë duke po që është në një krizë të madhe Aliev. Absolutisht. Nuk e kuptova pse vazhdoi ky pushim kaq i madh. The big left hand from Murad just short of. Edhe një kombinim i mirë tash nëse do të vijë nga labi dhe do ta përkatësoj situatën e Alievit. Pavarësisht trupit të tij, gjatësisë që ka, shikoni. Kjo është e tepërt. Nëse edhe kësaj radhe kalon edhe pa vërejtje çuditërisht nga gjyqtari dhe mbyllet edhe ky round, mbyllet raundi i 6. 12-13 sekonda. Edhe me time out mes raundit. Okej. Uroj që labi do t'ja dalë. Një round i mirë, po bokson mjaft mirë, shikojmë. Vetë besimi i labit, përgatitja ati, një herë e vendosit e litarët duke dëmtuar madje. Tash me këtë stilin e mundjes. Ja, ky është më duket momenti kur e shtyu për litar. Shikoni, tendenca për ta dëmtuar një njeri që peshon mbi 100 kg. Dhe tash intervenimi, Katmeni ka punë të këndi i Alievit. Një prej luftrave më të rëndësishme në karrierën e Xhoxhait. Një luftë që i hap derën, hap një kapitull të ri për Xhoxhain. Forca labi edhe në këtë round të 7. Ja, pra këto një qërtim nga... Më shumë se sa një qërtim, po është një mundësi për bisedë dhe për të fituar në kohë për talën me pushu, më tepër për te pushimit zyrtar. Vazhdon përkraja nga tribinat në Universim Gym në qendër të Hamburgut i vendosur. Kjo qendër ja edhe një goditje taktike e labit për ta matur se ku qëndron me forca Alievi. 2-3 godite nuk i duhen më shumë në kokë të Alievit për ta kthyer në gjendën që ishte më parë. Dëgjoni edhe këshillën nëse po arrini ta dëgjoni njëjtë sikurse ne mos e lëmë pushu. Kjo është kërkesa, dëshira e Alievit, pushimi. Edhe një kombinim i mirë. Edhe një kombinim i mirë. Që vë labin në pole position për të arritur aty ku ishte më herët. Edhe një tjetër kombinim me dyja duart fenomenale. I kujdesshëm në sulm, i kujdesshëm në mbrojtje, taktikisht shumë i përgatitur, fizikisht po ashtu. Kur në formë jetësore mund ta quaj Labinot Xhoxhaj. E kërkon uppercutin, ishte në pozitë ideale për të. Çdo element po funksionon te Labinoti është. Edhe në sulm edhe mbrojtje po bokson mjaft mirë. Aliev just again on the ropes. Referee's going to have a stiff warning for that one. Të rriqet vrejtja për rrotullim këtu me të drejtë. Po shumë, Labinoti është mjaft i mirë edhe nga brendësia, po gjuhen edhe në ato momente kur Aliev po e kap, po jep shumë goditje edhe në trup. Ja, këto që sa mirë është. Edhe mjekrën me të majtën. Çka është?
Ja, pra shikoni tash. Ky më third box. Po din edhe në kopje, po din shumë goditje në trup të jap Labinoti. Zai has the experience of fighting much bigger men. Janë shfaqur disa pika të dobta të Alijevit edhe në goditjet në pleksus, por edhe në fytyrë, sidomos në mjekrën. Not as bulky as Murad Aliyev, but certainly as tall, and Zai beat him over 12 rounds for the European title that he's now defending. Shpresojmë vetëm lodhja të mos jetë te Labinoti në raundet në vazhdim dhe gjithsesi unë mendoj që këtë meç ka me fitu. Ja ku vije edhe gongu I fundit për raundin e 7. Shohim disa prej momenteve kryesore të këtij raundi. Dorë në zemër, jo pse na pëlqen neve, por një raund prapi dominuar nga Labi. Ndoshta jo atë sa raundi I 6, por e pati iniciativën në raundin e 7. E pati dha goditje mirë, po në minutin e fundit u pa një lodhje te Labinoti. Shpresojmë që kjo qëndrueshmëria të jetë pika kyçe tani e Labinotit në raundet në vazhdim. Fights around the world. Gentlemen, hope you're enjoying this too. If you're watching this from the UK, I'd like to say hello to my old club, the Fitzroy Lodge in South London, to Reigate and to Grant. Hope you guys are enjoying the fight too. Pra probleme për t'ia sanuar atë lëndimin cilin e psoi në raundin e 56 gradualisht për të arritur drejt ajo qarja arkadës së djathtë të Murad Aliyev. Ja ku fillon raundi 8. And the referee has now called him in after for some reason sent him to neutral corners. Edhe një majtë e mirë e Labit. Ajo që ka bën përshtypje që edhe me të majtën funksionon shumë mirë Labi. Pavarësisht që ka si dorë të parë kryesisht për thumbim, për ngacmim atje. Prandaj kjo po bën sulmin e Labit të paparashikueshëm. Shumë mirë po din. Kjo s'ka lidhje me boks, kjo është një ja pra tani. Është vetë lënduar duket. Çalli e ka ankuar ose të kërkon diçka. Kjo është një lojë e Aliyevit. Është duke po që asgjë nuk është duke funksionuar dhe është duke humbur përballin me Xhoxhain dhe është duke munduar të bëj lojë. Derisa sigurisht duhet t'i japet një vërejtje publike. Minimumi që meritonte këtu ishte një vërejtje publike. Shohim edhe një herë. Edhe goditjet prapa kokës. Shikoni goditjet edhe ato që I bëri, edhe pse ishin të ralla dhe deri te ky moment. Kjo ka mundur të jetë rrezikshme, mund të lëndojë seriozisht. Është hera e dytë që e bën Aliyevi në të njëjtën formë dhe s'mund të quhet as si e rastësishme. Twice now Murad Aliyev has bundled Labanos Zai over the ropes. E thotë edhe komentatori Angrish Falos që ishte hera e dytë që e bën këtë. Edhe një herë tjetër mjekrën e kërkon pak më afër Labi sepse kjo luftë në distancë I konvenon Aliyevit. I dërmuar është. Disa goditje largë knockdownit. Prap shkon për të njëjtën formë. Will surely take another point away if he tries that trick one more time. Okay, moving into the second half. Uroj që ta përfundoj gjumin edhe gjyqtarin në ring. Të jetë më suqel sepse vërtet tendenca Aliyevit nuk po shndron këtë në një meç të vërtet boksit ashtu siç do të duaj të ishte në një luftë dy gladiatorëve në kërkim të dy titujve të respektuar EBU dhe VBC. Një majt po ta kapte këtë Aliyevin do ta shinim në dysheme. Xhoxhai më I freskët, shumë më I freskët. Final 40 seconds now of round 8.
to fight that level. Diç më tepër se 30 sekonda. I mor disa goditje. Surely to be winning. Murad Aliyev who probably came in Bokser më të papastër. Kanë filluar të lodhen të dy bokserët, duhet ta pranojmë. so strong, can certainly punch. Has found very few answers tonight to everything that Mirë po, Zai's posed to him. është normale kur e keni gjigant për ball. Quite a bit there. As më tepër edhe këto Sjellje, kopje, edhe këto kopje këto humbin shumë energji. Final 10 seconds është of mjaft. round 8. mjaft e vështirë. Ja, kopje, prap. Një prej bokserëve më të papastër që kam parë në historinë e boksit profesionist, Murad Aliyev. Goditjet më të pastërta edhe në këtë raund i pat Labinot Gjogjaj. Besoj që edhe këtë raund e kanë pointuar më të mirë të Gjogjaj, po shumë tash e pom që edhe promoteri Ahmet Oner është ngritur dhe është shpejt te këndi Aliyevit dhe sikur se mi kërku më shumë diçka. It's been a great night so far, brought to you here from Hamburg. S'ka çka me I kërku, një motor që është 2000 kubik s'mund të bëhet 3000 kubik me zor. Live around the world on the your place for sports. Po në një rast e pam edhe trajnerin e Aliyevit kur hyri aty edhe në ring në mes të raundit dhe ajo u tolerua. Justice Huni from the UK, and in a few weeks we're going to see Si shem proteste që pati ndaj referit më herët. In the meantime, Por t'i harrojmë ato, t'i kthehemi raundit të 9 që sapo ka filluar European Championship. në 4 raundet e fundit. Edhe një djatë e mirë. Oh, Lapinos Zai just taken a little bit of a Ja, backward step goditi. there after that exchange. Edhe prap kthehemi te stili I vjetër, kapjes. I'm seeing some boos from the crowd. Edhe një tjetër e majtë. Është në knockdown, është në knockdown. Apo jo. Është në knockdown. Këtu duhet I numërohet. Shikoni gjyqtarin çfarë cirkuzi. Left hook from Zai just said. Edhe një tjetër. And a left hand again. Presojmë Labinoti të shfrytëzon. Another left hand, and he's been Duhet ta përfundon Nëse ndeshjen. ky Duhet ta nuk përfundon ndeshjen është këtu. Është një rast shumë I mirë për Labinoti. Është një rast shumë I duhet Labinoti të shfrytëzon këto momente. Prandaj thash duhet ta shohim duhet ta dërgojnë në dysheme edhe një herë tjetër, hera e tretë. Sigurt ky gjyqtar nuk e di që ekziston rrejtja publike. Edhe lidh sa dorës ju ka sigurisht që do të kërkon tani. Referee calls him back and he said it was not deliberate, it was just an accident, and the crowd are on their feet in the 9th round. You see the tape Kjo do të mund të starts jetë to një come ndim loose on the glove shtesë of Murad për Aliyev. Aliyevin. Absolutisht, po shihet kjo që Gjogjaj nuk është vetëm kundër Aliyevit në ring, është edhe kundër gjyqtarit. Pause it so we can get that tape. Ja thash, do të intervenojë gjyqtari tani te lidhja dorës që të intervenohet. Të mërshme vërtet. Kjo prandaj Gjogjaj nuk duhet ta lënë në duart e gjyqtarëve këtë meç, duhet ta marrë në duart e veta. Ishte në rrugë të mirë në atësëri që e dërmoi Aliyevin. Ja, me zi po ecën, me zi po I bën hapat. Shumë afër është që në këtë 1 minutë është të mbetur ta çojnë atje ku meriton Aliyevin. To see what overhand right he can throw that's going to hit the chin of Aliyev. Po e shumë edhe komentatori anglez ku po thotë që Aliyev ka edhe një A little bit gassed here, and the noflën e fortë. has been a tremendous heavyweight Se fight si for për the ballon po thotë European këto goditje, Championship. që është shumë e vërtet. Ka pranuar shumë goditje nga Labinoti. Ja Edhe një tjetër, jak. Edhe kjo nuk është knockdown. Nuk ka numërim as këtu. Closing 30 seconds of round 9. Right, Aliyev has managed somehow to recover a little bit in this round after nearly Arrin me Xhedat Aliyev disi not long ago. të mbahet. Këtu duhet të jetë I kujdesshëm edhe me tej labi. And the pair of them Duhet të jetë I kujdesshëm sepse
Ai ra dhe goma e go. Time 9 rounds down, 10 rounds 10, 11 and 12. Gongu Rukët që dhe pak goma para nga kohë. goja i ra bokserit Aliev. Ja dhe njerë goditjet. Hanseatic city of Hamburg in the north of Germany. You're currently Shumë watching mirë the ka boksuar. 12 Shumë round goditje fight pranaj këtu between Aliev. Labano Tazai and Murad Mirë, Aliyev po. for the European Heavyweight Është edhe Championship shumë e fight. vështirë me My name's Pete Cole, saying for Së tonight's mundet fight, atë goditje we see finale a me very gjetë. Labinoti mirë po. brawl in which Labano Tazai Vjen ajo, Është vjen. impresionuese me këtë paraqitje Labinoti. outlast his opponent and make him look Do të vijë edhe goditja që do dërgoj Alievin vetëm të vazhdoj kështu. E Duket shumë më i kemi freskët. atë frikën në pojën tim mos do të dëmtohet Labinoti. Shpresojmë që duelin ta përfundon para kohë dhe mos të na lënë me dilema. Dilema në fituesit. Tonë gjyqtarët në raundin e 10. Ronde 10, round 10. Mbeten pas këtij raundi edhe 2 të tjerë të fundit në këtë luftë vërtet gladiatorësh, në këtë ekskluzivitet të Radio Televizionit të Kosovës. Xhoxhaj përballë Aliev në luftën e vlefshme për titullin EBU European Heavyweight dhe WBC, pra WBC International Silver Heavy. Një luftë, një fitore larg hapjes së një kapitulli të ri në karrierën e Xhoxhajt. Definitivisht do të ishte shumë e mirë kjo fitoria ndaj Aliev, e cila edhe titulli WBC International do të rangon në top 15 pastaj në botë. Dhe duelet e mëdha për Xhoxhën do të vinë më pas. Two very, very tired men in this 10th round despite appearances. Both of them look very well conditioned to go 12 rounds. Shmangje mirë Aliev ulje e tij. Now a little bit scrappy. The ropes been used here a lot tonight. Edhe një tjetër e djathtë. Dhe vije kërkesa për pauzë nga Aliev prap. Okay, 1 minute down into round 10. Actions maybe slow, maybe not slow, but certainly less intense. There's fewer big punches landing flush. Ka pranuar tash disa goditje, duhet të jetë i kujdesshëm. Murad Aliyev Është looks about to be Labinoti duke kërkuar ato goditjet përfundimtare. Prandaj edhe po e kërkon hapjen nga Aliev dhe po e kërkon atë mundësinë. Ja, pra një goditje me kokë. Shpresojmë të mos jetë serioze diçka. Më duket që ishte aksidentale, nuk pat ndonjë qëllim nga asnjëri. Uroj që të mos jetë ndonjë lëndim për labin këtu. Po thotë që është në rregull dhe kështu që Tell the referee he's fine to continue. He's still touching at the eye though, there's still somehow bothering. Po prek akoma të pjesën e arkadës aty ku psehet goditjen me kokë labi. Uroj që kjo të mos indikojë në ritmin e ndeshjes në vim. Just managed to get through upon there. në kanë metur dhe 25 sekunda. Labano Tazai is still Shpresojmë që labi të touching the menaxhojë eye, mjaft mirë, pastaj bothering him about the eye. do të bëhet ai ndërhyrje Some 4 hair, minut. beard went into it. Është shihet një krizë të Labinoti. Shpresojmë që të At përmbahet. least swollen above the eyebrow. Akoma vazhdon të ankohet për atë goditje. Është një Nasty po injury. shihet. Një entje. Është një ajte shumë që sigurisht është e mundshme që do dueli të përfundojë. Labano Tazai, as well as the man in front of him, seems to have the problem now. His eye is swelling grossly by the second. Shpejt është i rritur ajo pjesë Është hajtur mbi shumë. syrit. Referee pulling them apart again on the ropes. We come to the end of round 10. Provoj gjithçka Alievi, provoj deri në këtë formë. Disa herë dërgoi në litar, e nxjerri jashtë ringut në mënyrë jo sportive. Goditje prapa kokës. E deri te goditja me kokë. Shpresojmë që mund të vazhdojnë edhe këto dy raundet. Shohim ajo goditja si ka ndodhur. Ooh, and this corner are trying to Shumë get është that swelling down. një but dëmtim i I'm madh. how much they can do with the remaining 2 rounds of the fight. Kanë mbetur edhe 2 raunde, uroj që ky të mos jetë element
dekurajimi dhe që labit vërtet punën e mirë, performancën e jashtëzakonshme që e pati në këta 10 raunde, t'ja hedhë poshtë një gest jo sportiv i Alijevit. Shpresojmë që Pia Mazelenik, një profesionist e vërtet, të din ta din të bën atë intervenimin. Seconds out. Mund të vazhdoj, kjo është një lajm i mirë. Round number 11. Okay, round 11, 2 rounds to go into the championship rounds now. Edhe 6 minutat e fundit na kanë mbetur pra. Ja ku I kemi 3 të radhës me raundin e 11. We're starting to see the end of this fight for the European heavyweight title between Labanaz Azai and Murad Aliyev. E nisi nga raundi I parë shumë mirë Labi me dominim, me pjekuri të jashtëzakonshme, me një përgatitje fenomenale. Dhe uroj që ta kurorëzoj me brezin, sepse thash është jo vetëm një fitore për të, por një fitore për një kom që përvatson për krenarin që bartë të secili prej nesh Labi në Xhozaj. Një uppercut një ati. Kjo I duhet. Sa I radhe. E menaxhoi mirë. Ishte Labinuti ai që shfrytzoi atë shtyrje. Aliyev, he did that twice to Sasai earlier in the fight. Has the tables turned on him and he's been chucked over the top ropes. I think he's moving from boxing to wrestling. E tregoi karakterin e vet. E dëgjojmë edhe komendatorin se Alijevi duhet ta mendojë që ta bëj kalimin nga boksi në mundje. Në mundje sigurisht do të ishte më I mirë. Dhe tash ankohet për atë dhimbje në shpinë. E po I shqetësuar është promoteri Ahmet Toner. Shihet jo seriozitet, kjo është jo serioz dhe promoteri të shihet duke shëtitur në për ring. Ky shihet edhe si presion ndaj gjyqtarit direkt. Prandaj Xhozaj Labi duhet përmes dërgimit me dysheme të kundërshtarit ta fitoj sepse me gjithë bota përmes këtij transmetimi e pa se I dominoi pjesën më të madhe të raundeve. Përveç gjyqtarit. Është syri I është mjaft I dëmtuar mirë po kanë mbetur edhe disa. E pa me edhe këtu një goditje nën brez nga Alijev mirë po që It's been an intriguing, interesting, engrossing heavyweight fight for the European title between these two gentlemen. We're just coming now to the end of Ja ku janë më pak se 20 sekonda tash të mbetura nga raundi I parafundit. Për kraja vazhdueshme që vije edhe nga publiku I pranishëm në Hamburg që po përcjell këtë meç e ju që nuk jeni atje përmes transmetimit të Radio Televizionit të Kosovës. Sekondat e fundit mbeten edhe 3 minuta të fundit. Mbetet të shihet nëse edhe ata 3 minuta do t'i arriti menaxheri Alijev të mbaj veten në këmbë. kaluan edhe 16 sekonda prej këtia e kompenzimi sa ka qenë. The round seems to be going long. We seem to be at least 30 seconds. Ja ku shohim 30 sekonda tash. Më gjatë nuk e di pse kjo. Prapë në stilin e mundjes ky Alijev. Okay. 32 sekonda më tepër në raundin e 11. Ja dhe goditjet poshtë, po, në brez. 11 rounds down, 1 to go. Shpresojmë edhe 3 minutat e ardhshëm të jenë fatlum për bokserin ton. Artane, po më Katmeni bëri vërtet një punë të mirë, arriti që ta minimizoj atë dëmin. E minimizoj se ke shumë e madhe, mirë po arriti me hekër dhe me fakt Catwoman, sepse Katmen e përdorëm keq. Dhe ja momenti kur Alijev fillon karrierën në mundje.
Ja, shikoni sa e kanë minimizuar. Është interesant, E kanë kthyer. atan për gjithë publikun, kohën e fundit ka shumë Catwoman, femna që janë duke e bërë njëjtin shumë. Si në Gjermani, si në Francë, janë shumë disa të suksesshme edhe në Austri. Dhe roli i tyre është fundamental i jashtëzakonshëm për Është shumë të involvuar dhe kjo është Final round of this engrossing 12-round heavyweight fight. Dhe ja ku jemi një 3 minutë i fundit. Okay, referee giving them warning about fighting clean in the last round. edhe gjyqtari që tha fjalën e tij të fundit për 3 minutin e fundit, duke u tërhequr vrejtjet të dy bokserëve për atë që e pam. Ha, ja, tash e prap lidhja. Once again, it's come loose. Arsyetime solo amatoreske. tape, mirë po. Wait, now we've got 2 minutes. Si që ka të labi, shikoni si që ka. Po duhet dhe i pjesën e lartë me ku është kuqja që ato të mbulojnë. Seeing an uppercut from Zazai just again and the left hook. Më pak se 2 minuta gjysmë të mbetur. Mirë shumë. Labinotit. Absolutisht ka treguar respekt dhe ka qenë më i mirë. Vetëm uroj që edhe gjyqtarët në aspektin profesional ta shohin jo me emocion, siç po shohim edhe ne, përtej emocionit. Labi vërtet e meritoi këtu. Dhe sa vinë kombinimet e labit, vije kjo tendenca për kapje, për pushim. Looking so tired. Është momenti që në këtë 1 minutë gjysmë të mbetur ta shohim atë goditjen që kaq shumë e pritëm, kaq shumë e dëshëm në këtë sfidë Labinot Xhoxhait. The tape on the glove of Murad Aliyev has again come loose. It's just Ja, got- dhe njerë lidhja. And again the referee sending Prap është gjyqtari ai që ndërhyn, ndalet kronometri në 1:11 këtu. Zazai also Për cilët me të drejtë më vërshëllima kjo tendencë e Xhoxhait. Shikoni Ahmetonerin çfarë Again for what is going to be the last ku është duke qëndruar një seriozisht një jo profesionalitet. Tendenca në fakt e Aliyev. Po me Lagit Kabaj edhe u ngrit në ring për t'i dhënë disa këshilla. Ja, dhe njerë tjetër again caught with në the left telash e hand Aliyev. and he's on the floor. Prap pushon edhe Zazai bundled him down there. Tokliri mund t'ja ofroj një karrikë aty. Sigurisht një performancë shkëlqyeshme e Labinot. Final minute of the fight. Labinot Zazai. Oh, edhe një goditje, majt. po, edhe një majt. Shpresojmë ta knockouton tani në këto sekundat e fundit. Është në një krizë. E meriton Labinoti të fiton me knockout këtë ndeshje. Zazai so tired. Doesn't know what to do. Caught with the right hand coming in. 10 seconds left to go. Ja ku i kemi 10 sekundat e fundit kësaj sfide. Besoj që do të vazhdojnë edhe disa opera të ndërprerjet që kishëm. Edhe pse u nal kronometri, sidomos në 1:11 aty. No one thought it would end this way. It has. Dhe ja ku mbyllet. Ja ku mbyllet. Pa mendoni me këtë performancë të tmerrshme edhe ka fytyrë ta ngris dorën të ndihet fitues Aliyev, çka së ndodh, nuk i dihet. Final decision. Në boksin profesionist shpeshherë kemi parë situata të turpshme. Uroj që viktime një situate të ngjashme të tillë të mos jetë kësaj radhe në dëm të bokserit ton me plot merit. Whichever way it goes. My money. Ja ku shkon Toklir Xhoxhai për ta përgëzuar kampin kundërshtar dhe duhet të presim vendimin e gjyqtarëve. Do të na lënë edhe drejt numërimi i pikëve. Waiting now for the judges
to finish marking down a Nuk janë të kënaqur, shihen gjithë kompi, gjithë ekipi allievit janë. to be collated and checked. Ja, shikoni. Labinoti dominoi meqin. And in just a few moments, we'll know who is going to stay champion of Europe and who could be the Të new shohim champion of Europe. kush do të jetë fituesi i brezit e BU, a do të mbetet te Labinot Xhoxhaj dhe titulli VBC International Silver në kategorinë e rënd. Në të dyja ka qenë Ahmet Öner dhe Ismail Özen nga Universum Boxing Promotion, promotorët cilët e kanë sjell këtë event duke e vënë në meqin kryesor Labinot Xhoxhajn, bokseri në cilin sonte nga performanca që e pam është një paraqitje, një përgatitje, një tendencë për të arritur kulmin dhe tashmë kulmin vetëm e ka prekur me titullin e EBU, por synon më tepër Xhoxhaj. Të shohëm. Në rast barazimi në këto raste titulli mbetet të pronarit që e ka aktualisht. Te Xhoxhaj mirë, po do të ishte dëmtim edhe barazimi. Labinoti ishte. Is what I'm hearing ringside. It may. We still need to wait for the official verdict though, but there's Po only shihet që a point or so in pikët janë, siç tha, I ka vërejtur disa prej pikëve komentatori anglez. 111, një pas kallon 114 dhe tjetri 114, 112 më duket ishte. Shpresojmë që këto të jenë në dobit bokserit tonë. Ja ku pritet që të dy bokserët të kemi në qendër të ringut atje për ta pritur edhe momentin final kur ja ku kemi momentin. Meine Damen und Herren, wir kommen zur Urteilsverkündung. The scores. Guido Cavalieri scored 115-113. Massimo Barovecchio scored 114-113. And Jürgen Lango scored 115-112. So, EBU European Champion and WBC Silver Belt Champion. Labinot Xhoxhaj. Bravo. Labinot Xhoxhaj me të drejtë. Asaj që ju friksuan, por ja ku kemi momentin që Labinot Xhoxhaj na bën krenar dhe EBU kampioni i Evropës mbetet. E merr edhe titullin WBC International Silver. Çfarë performance jashtëzakonshme e Labit. Më në fund drejtësia shkon në vend sepse kësaj frikoshim, jo asaj çfarë pam. Vetëm dëshëm që të e shinin me të njëjtin sy që edhe ne. Dhe ajo që ishte më shumë se sa një luftë për Labinot Xhoxhajn, ishte një luftë për të mbrojtur nderin e gjithë neve që e kemi përcjellur këtë djalosh në këtë karrierë. Dhe ja, momenti kur të dy brezat, EBU dhe VBC, janë në krahët e Labinot Xhoxhajt. Komplimente për kampionin ton, komplimente për stafin e tij të udhëhequr nga Toklir Xhoxhaj, i cili tashmë duhet të mendoj nga ky moment, okej, me të drejtë pak pauzë do të ketë, por duhet të mendoj nga ky moment për kundërshtarët e radhës që do të jenë shumë më të fortë dhe tashmë nga ky moment Xhoxhaj kalon në një kapitull të ri të historisë në karrierën e tij. I përshëndet ashtu siç i e merituan shqiponjat, shqiptarët që ishin në Hamburg për ta mbështetur, ishin më të zëshëm madje në një event që nuk ishte organizuar nga ai, por tingëlloi sikur të ishte vërtet arena shtëpia e Labinot Xhoxhajt. Komplimente, ardhan një performancë jashtëzakonshme e Labit sonte. Të dëgjojmë Toklirin edhe Labinotin, pastaj sigurisht që do të japim edhe prononcimin ton final. Una bonina
shumë fort. E përshëndes kundërshtarin tem. U ka një meç shumë i fort. E përshëndes mas pari sponsorët e mi që më kanë mundësu me pregadit këtë meç. E përshëndes Hamedin që më ka dhënë këtë mundësi me boksu për VBC. Unë jam i gatshëm për në Riyadh sezon me shku. Janë në gjuhën shqipe, ajo është drejtuar të gjithëve dhe jam i gatshëm me Riyadh me shku pra në Arabinë Saudite, aludoj në një super match. Po zhvillohen super Ich danke match të Ahmed mëdha. für die Chance und dieses Fairness, die er mit uns von Anfang an bis jetzt gezeigt hat. Ich bin ready für Riyadh! E për këta unë në gjuhën gjermane edhe Edhe të kliri. falenderoj edhe Ahmet Onerin për mundësinë. Kampf seiner Karriere. Auch on me shoot my fort. Në karrierë. Me që u ka një fort, u ka një kundërshtar që s'ku boksu koratën e majtë, ti shkon Alegard, pas shans me kërundin e 6-7. Ja, dann haben wir, ich musste zuerst mit einer Edhe këtu nuk mungojnë thumbimet e Labinot Zozet për kundërshtarën e tij, i cili bukur u tregua trim në peshime, por vendi për të treguar ishte këtu në këtë ring, ku shef gjatë tërë kohës dhe ku shohim promoterin. Ky është Ahmet Öner, apo Artan? Është Ahmet Oner, është një figurë e madhe e boksit, jo vetëm në Gjermani, po edhe botënor. Është dihet kur e ka menaxhuar edhe atë kohë Sinan Sami Somin e përbolli me Luan Krasniqin. Ka menaxhuar edhe shumë bokserë të tjerë, është një promoter i 30 vite, thuja se Promoteret e niveleve të tilla madje din të ushtrojnë edhe presion të gjyqtarët, prandaj kësaj i frikoheshim edhe ne gjatë tërë kohës që Ich sag mal so, es waren zwei junge Sportler, ishte dominant Labinoti që ishte siegen wollten edhe u po an großes pastaj e Geld mirë që kommen u wollten. transmetua edhe në televizionin botënor, Wie Dizon, immer, pastaj Labinot, edhe në radio will televizionin e Kosovës, televizionin tonë dhe er war heute gjithka. hungrig. Dhe po Hungrig und damit. po ti merri ky fitore do të ishte Wir një hatten dëm i madh. einen schönen Abend. Ich glaube, Wenn das jetzt war die Skandal wie mal beste Botnor. Werbung für den Boxsport, weil wir hatten ka qenë një reklam, një mbrëmje e mirë, thotë, dhe mbi të gjitha një reklam e mirë për sportin e vor dem boksit. Bildschirm. Ich hoffe, ihr habt es genossen heute hier im Saal. Und wolltest du noch was sagen? Ich würde mich an unsere albanische Fans wenden, weil wir werden auch hier live gezeigt im Kosovo-Fernseher. Edhe për televizionin e Kosovës e përmend do çron të flas shqip. Dhe ata që na kthyen live, që na ndjekin televizor. Ju faleminderit shumë për mbështetjen. Rruga jon veç ka fuar. Ja ku shohim edhe Ramadan Millakun prapa atje, trajneri ndër trajnerët e parë që i ka patur Labinot Zozaj. E shoh edhe tash në ring është menjëherë me Toklirin, duke përshëndetur. Tokliri fantastike edhe në punën, në mënyrën se si e ka ngritur nivelin me një